Rritja e pagës minimale do të shkaktojë mbylljen e një numri të madh dyqanesh të zejtarëve dhe pushim nga puna të punonjësve, paralajmërojnë nga Oda e Zejtarëve në Shkup. Për të mbijetuar dhe për të ruajtur likuiditetin, thonë se do të detyrohen të rrisin çmimet, gjë që do të ulë më tej kërkesën dhe do të çojë në mbylljen e një numri të madh biznesesh, u shpreh kryetari i Odës së Zejtarëve Goran Ristovski. Dekanija ne čite ne sme protiv zgolenувањето на минималната плата, меѓутоа тоа да биде издржано, да биде направено добра анализа и секако ние сме за поголеми плати и за подостоен живот и на занаетчиите, а и на граѓаните. Затоа што, верувате ми, со покачувањето на минималната плата веднаш ќе се соочиме со проблеми, дека наредниот ден занаетчијата ќе мора да ги покачи своите услуги, ќе мора да ги покачи proizvodite кои што ќе ги понуди на пазарот, а тоа ќе биде удар për zgradjanit. Sektori i zejtarëve nuk mund të përballojë këtë ritëm të rritjes së vazhdueshme të kostove. Situata e zejtarëve që punojnë në qytete të vogla dhe zona rurale, ku ka migrim të lartë dhe konsum dukshëm më të ulët të produkteve dhe shërbimeve artizanale, duhet të merret në konsiderat veçanërisht porositën zejtarët. Заедно со предонесите од сегашната минимална плата 24 на 36 тие се 12, со предонесите по 18 тие се 300 евро. Ако има тројца вработени по 300 евро, еве 900 евро секој месец ќе му се качи трошокот по однос само на лицата кои се вработени. Сега како тоа ќе се однесува на пазарот, сигурно ќе се покачат цените и ќе има намалување на вработени, тоа е сигурно. Така да ставо што го има в Скопје е исти и во другите регионални komune. Kryetari i Odës theksoi se në Shkup janë mbi 2300 zejtar, ndërsa në Maqedoni pothuajse 8000. Ka mungesë të fuqisë punëtore në të gjithë sektorët, por është mirë, vlerësoi Ristovski, duke treguar se gjithnjë e më shumë student janë të interesuar për arsim të dyfisht.